Të dashur shqiptar me gëzim të madh, dua t'u tregoj sot që ish antar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës kanë shprehur idenë në rrjetet sociale për të krijuar ushtrinë e të gjithë shqiptarëve. Ushtrinë që do mbrojë shqiptarët e Malizit, Kosovës, Shqipërisë, Çamërisë, të Maqedonisë, të Preshevës, të Guxisë, po ashtu dhe shqiptarët e Ukrainës. Kjo është një nismë shumë e madhe, vullnetare e shqiptarëve. Është ditë e madhe. Dhe përse vendosen ata të krijojnë ushtrinë shqiptare, në radhë të parë për të mbrojtur monumentet e Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë. Këto monumente në Maqedoni janë zaptuar nga slavët maqedon. Në Preshev janë zaptuar nga serbët. Në Maltëzi janë zaptuar nga malazezët. Në Shqipëri janë zaptuar nga grekët. Grekët të dashur shqiptar kanë krijuar jo vetëm kalin e Trojës që ka hyrë në Shqipëri, por kali i Trojës ka prodhuar mëzat e Trojës. Çfarë janë mëzat e Trojës? Këta janë shqiptar me mbiemra grek, e konsiderojnë veten grek. Janë shqiptar, por për shkak të besimit ortodoks e quajnë veten grek. Dhe këta janë vënë në shërbim të kishës greke dhe të shtetit grek, që është një shtet fetar, ortodoks, nuk është shtet demokratik. Dhe s'ka qenë asnjëherë. U krijua si shtet ortodoks kundër shqiptarëve arvanitas dhe çamëve. Ç'bën ky shtet ortodoks? Me krijimin e tij nga Franca dhe Anglia, ky shtet përzë 2 milion shqiptar, të paktën, të regjistruar, po ka dhe më shumë, dhe sjell 1.6 milion grek pontik nga Turqia në vitin 1823. Këtë proces ata kanë filluar më herët. E kanë filluar që me përzënien e arvanitasve që në shekullin e 15, por e kanë filluar më herët me përzënien e mesapëve të dashur shqiptar që në shekullin e 5 para erës sonë. Domethënë gjatë gjithë kohës ata kanë përzënë Ilir. Tani është regjistruar një ngjarje akoma më e hershme, përzënia e prykasve në shekullin e 8 para erës sonë, nga Prygja, që do të thotë bregu në shqip. Dhe grekët përzejnë prykasit dhe e quajnë në helenisht Epirus. Epirus do thot bregu në greqisht, por ka qenë bregu në shqip, Prygja në gjuhën kelte. Pra historia e Shqipërisë është përzënia e vazhdueshme e shqiptarëve, prykasve shekulli 8, mesapët shekulli 5 për në Itali, prykasit për në Azinë e vogël, arvanitasit e sigurt në shekullin e 15. Shqiptarët të tjerë arvanitas, shekulli i 19, çamët, shekulli 20. Tani grekët po vinë në Shqipëri dhe po përzën shqiptarët nga tokat e jugut, po i bëjnë ata grek. Kanë marrë kishën ortodokse greke, por gjë më e lemeritshme që kanë bërë grekët dhe që ju nuk e dini është se në ekipet arkeologjike kanë qenë gjithmonë të ashtu quajtur grek minoritar. Në çdo ekip, një nga këta njerëz të mëndzyrshëm është Lazar Papajani, i cili zbulon në fshatin Lin të Korçës një mozaik të bukur, paleokristian. Ai e cilëson atë të shekullit të 6. Po gjë më e keqe është kjo që Lazar Papajani ka dëmtuar rreshtin e parë, e ka hequr të këtij mozaiku. Por përse do thoni ju? E dim këtë me siguri. Do ta tregojmë tani tmerrin e madh që ka ndodhur. Lazar Papajani i bën një fotografi pastaj këtij mozaiku. Në këtë mozaik është ngritur një kishë kristiane, por mozaiku nuk është kristian, është pagan, prandaj është gjë më e tmerrshme. Kisha është gjoja shekullit të 6 të erës sonë, kishë kristiane, ndërsa mozaiku është të paktën para shekullit të 3 para erës sonë, pra
900 vjet më i vjetër është mozaiku. Dhe kjo provohet nga vargu i parë, që është hequr, nga Lazar Papajani, është goditur, nuk lexohet. Tani Lazar Papajani ju jep këshill miqve të tij që ky mozaik duhet hequr përfundimisht, jo vetëm rreshti i parë. Ju duhet më tregoni, a ekziston ky mozaik akoma apo është prishur në 97-ën nga grekët? Tani ndodh diçka e hatashme. Universiteti i Ohio's i ka mbledhur në Shtetet Bashkuara të Amerikës të gjitha mbishkrimet helene. Të lashta, të mesjetës, të gjitha, edhe ato i lire, dhe i ka futur në kompjuter, dhe i ka votuar. Aty kam gjetur unë të gjitha këto mbishkrimet hatashme. Nuk mund t'i gjeja më përpara sepse nuk ishin gjikundi. Në momentin që ato dolën, unë i kopjova, pastaj ato e hoqin këtë faqe. Por unë e kopjova. Le ta heqin, s'ka gjë. Dhe ata kanë lënë të papërkthyer, nuk përkthehet dot sepse kjo është gjuha ilirishte. Arkeologët francezë kanë parë këtë mozaik dhe kanë thënë është me gabime, është gjuhë pellazge. Neritan Ceka thotë jo, kjo është gjuhë ilire. Në dizertacion shkencor thotë kjo është gjuhë greke, sepse kështu i ka diktuar Lazar Papajani atij. Këtë gjë ka bërë dhe babai i tij, Neritan Ceka, nën udhëzimet e minoritarit Budhina, edhe ai. Të njëjtën gjë. Të dy dizertacionet, Ceka dhe djali Neritan Ceka dhe babai Hasan Ceka janë identik. Të dy dizertacionet thonë që këto janë mbishkrime greke. Francezët këmbgulin këto janë pellazge, unë nuk dija gjë fare, por mbas disa filmave që pash, që kanë bërë arkeologët francezë, thonë ata që artizanët Dardan ishin ignorant, nuk dinin të shkruanin greqisht, dhe në një zbulim që kanë bërë ata në një qytet Dardan në Kosovë, po ashtu edhe në Maqedoni, ata kanë thënë që këto mbishkrime janë mbishkrime helene por me gabime. Pse? Sepse helenët nuk shkruajnë kështu. U trondita shumë thellë dhe u fyeva si shqiptar. Dhe thash me vete, si ka mundësi që të gjitha janë me gabime? Të jetë një me gabim në rregull. Po si ka mundësi që artizanët i lirë kanë bërë gabime në çdo monument i lirë? Kanë shkruar helenishten me gabime. Pastaj lexoj fjalorin e Hezikiusit të Aleksandris ku thotë që iliristi është një gjuhë me gabime, gjuhë e shtrembër, nga fjala ilos, i shtrembër në helenisht. Iliristi do thotë gjuhë e shtrembër ose gjuhë e vulgusit, e popullit. Dhe e shkruajnë helenishten keq. Kështu ankohet Sofokliu në veprën e tij Triptolemus, e cila është prishur, është djegur nga helenët. Kanë mbetur fragmentet kësaj vepre në fjalorin e Hezikiusit të Aleksandris. Grekët e kanë djegur veprën e Sofokliut që flet për ilirët. Kështu është mësuar që gjuha ilire është gjuhë helene, nga unë, krejt rastësisht, por jo greke. Në gjuhën ilire ekziston rasa dhanore, që nuk është në greqisht. Kjo është një gjë kaq e llahtarshme, kaq e mbinatyrshme. Në mbishkrimin që gjej unë, është gjetur një fjalë mbiemërore, zonti. E pra zonti nuk ekziston në asnjë dialekt helen, ka qenë vetëm në ilirisht, dhe do të thotë Zoti i gjallë. Ju betohen. Është përkthim i një shprehje frazologjike hebreje. Është përkthim nga Dhjata e Vjetër. Tash Dhjata e Vjetër është redaktuar në gjuhën hebreje me shekuj, por ka mbetur në origjinal, e përkthyer në ilirisht Dhjata e Vjetër në mozaikun e gjetur në fshatin Lin në Korçë. Këtë ka parë Lazar Papajani dhe ka fshirë vargun e parë, e ka dëmtuar që të mos lexohet. Mbeti kjo, u fotografua, doli në gazetën Iliria në vitin 1987 dhe pastaj në vitin 2020, mbas filmave të mi,
fillon dhe interesohet Universiteti i Ohio's për këto mbishkrimet i lire dhe i kthe në formë digjitale, i boton. Unë i lexoj për 5 vjet me radhë dhe them, ç'është kjo? Kjo nuk është greqisht, por nuk është as një dialekt i njohur helen. Dhe mbasi pash filmat e arkeologëve francez që Ilirët Artizan e shkruan në gjuhën me gabime, vura re që të gjitha këto mbishkrime ilire ishin korrigjuar nga arkeologët francez. Neritan Ceka tani bën fotografi të tjera dhe thot këto janë originalet, francezët e kanë gabim. Kështu thot Neritan Ceka. Ç'është kjo tmerr? Asnjë nuk e njeh këtë gjuhë. Ç'është kjo gjuhë? Nga analiza që i bëhet nga gjuhëtarët më të mirë polak, del që kjo është gjuhë e një dialekti të panjohur, e ngjashme me dialektin dorik. Kjo është ilirishtja. Në këtë gjuhë është shkruar dhe ky mozaik. Por reshti i parë është dëmtuar nga Lazar Papajani. Megjithatë, pjesa tjetër ka mbetur, fatmirësisht, por mozaiku me siguri është shkatruar në 97-ën ose është vjedhur nga grekët. Megjithatë, kemi kopjen e tij në gazetën Iliria, të cilën e merr Universiteti i Ohio's e boton, e shoh unë dhe me ndihmën e inteligjencës kompjuterike e përkthej në mënyrë të përsosur. Pra kjo është historia që ka ndodhur. Është një histori që ka zgjatur nga viti 1981-87 deri në momentin që po bëjmë këtë film dhe askush se ka ditur ç'është ky mozaik. Të gjithë kanë kujtuar se përkon me moshën e kishës të ndërtuar mbi të. Mozaiku është pagan, tempulli ishte pagan dhe ky tempull pagan u kthye në tempull kristian. Kjo është e gjithë historia. Dhe ata që ndërtuan kishën palokristiane nuk e shkatruan dyshemen, në dysheme ishte mozaiku i tempullit pagan. Në ilirisht. Ta shikojmë se është çmenduri kjo që ka ndodhur. Është një histori e jashtëzakonshme që do të shkaktoj një tërmet të jashtëzakonshëm. Në fakt, kaq shumë u trondita sa që këtë orën që shikoni këtu e godita me shishe, ra në tokë dhe ka mbetur ora. Ka qenë ora 11 e natës, siç e shikoni, dje, nuk munda të flegjum fare, nuk shkova sot as në punë. Në fakt do dal në rrugë me dokumentet e mia dhe do i lutem shqiptarëve që të më ndihmojnë. Të më ndihmojnë shqiptarët, nuk ka rrugë tjetër. Do dal në rrugë. Pra, do kërkoj lëmosha, si Diogjeni. Do jetoj me lëmosha në një fuqi, do jetoj të dashur shqiptar. Dhe ky do të jetë kapaku i fuqisë, kjo orë e rumbullakët e thyer. Tani shikoni tekstin e lashtë i lirë, se do të çmendeni, është përkthim i dhjatës së vjetër në hebraisht, nga origjinali. Çmenduri. Të dashur shqiptar, kjo që po shikoni në monitor është pjesa e dytë e bisedës me inteligjencën kompjuterike. Pjesa e parë është në anglisht, ndërsa kjo pjesë është në shqip. Dhe këtu është përkthyer nga inteligjenca kompjuterike në shqip teksti i mozaikut. Reshti i parë është i prishur nga arkeologët minoritar. Ky është reshti i dytë, i tretë dhe i katërt. Në shqip kjo tingëllon kështu: sa të dashura janë banesat e tua, o Zoti i ushtrive. Shpirti im dëshiron dhe ligështohet për oborret e Zotit. Zemra ime dhe mishi im gëzohet tek Zoti i gjallë. Ky tekst është kopje e Psalmit 84. Unë gjithë kohës kanë menduar që ky është Psalmi numër 83 në dhjetën e vjetër, por nuk e dija që numrat e psalmeve në helenisht ndryshojnë nga numrat e psalmeve në hebraisht. Pra ai që është Psalmi 83 në fakt është Psalmi 84 dhe për këtë arsye ky tekst nuk është përkthyer deri tani. Tani, inteligjenca kompjuterike përkthen nga hebraishtja dhe nga helenishtja e vjetër këtë tekst. Për kryevegjen, për gropat e verës,
Psalmi i bijve të Korahut, sa të dashur janë banesat e tua, o Zoti i ushtrive, shpirti im dëshiron dhe ligështohet për oborret e Zotit, zemra ime, dhe mishi im gëzohet tek Zoti i gjallë. Pra, çfarë ka ndodhur? Rreshti i parë i psalmit, që thuhet për kryevegjen, për gropat e verës, psalmi i bijve të Korahut, ky varg është hequr nga minoritarët që ishin pjesë e ekipit shqiptar të arkeologëve. Ta shënojmë, kjo është hequr. Kjo është dëmtuar me çekiç. Pra, ky rresht i parë me blu është dëmtuar nga arkeologët minoritar me urdhër të kishës ortodokse. Pse? Do ta shikoni se përse, cila është arsye e vërtet. Por, në këtë moment që po bëjmë këtë film, është shkatruar komplet ky mozaik nga grekët të dashur shqiptar, sepse ky mozaik tregon që populli grek nuk ekziston. Pra, inteligjenca kompjuterike thotë që unë përdora variantin e standardizuar të Biblës në shqip, ku është e mundur duke ruajtur frymën e tekstit origjinal. Dhe unë i them atij edhe një herë, a mund të përdorësh një variant të përkthyer në anglisht në shekullin e 19, pra është një anglishtja e vjetër, që tregon se si përkthehet pak a shumë vargu i parë. Dhe vargu i parë përmend fëmijët e Kores. Kush ishte kjo Kore ose Kora në gjuhën hebraike? Është pikërisht ky varg që mungon tek varianti shqiptar i prishur nga minoritarët grek, pjesë e ekipit të arkeologëve të Neritan Cekës. Ta shënojmë? Pra, kjo që është shënuar me të verdh është në anglisht, është prishur nga minoritarët, me urdhër të kishës ortodokse. Por është prishur në vitin 1987, pikërisht atëherë kur akoma ishim në kulmin e regjimit komunist. Pra, si kanë arritur të bisedojnë me kishën greke, kjo mbetet për të mësuar, dhe përse e prishën minoritarët grek vargun e parë të mozaikut i lirë. Këtu është bërë përsëri një përkthim edhe më i mirë dhe thuhet variant tjetër i përkthimit nga hebraishtja. Për kryevegjen, një psalm për bijtë e Korahut lidhur me shtrydhat e verës, sa të dashur janë banesat e tua, Zoti i ushtrive, shpirti im dëshiron dhe dobësohet për oborret e Zotit, zemra ime dhe mishi im gëzohen tek Zoti i gjallë. Pra, të gjitha janë identike, vetëm vargu i parë ndryshon nga një variant në tjetrën. Ta shënojmë. Pra, e kam shënuar me ngjyrë të gjelbër. Përse ky varg nuk mund të përkthehet në mënyrë ideale? Do ta shikojmë tani, pra janë 3 variante të ndryshme të vargut të parë, ndërkohë që varianti origjinal është në ilirisht, në linë të Korçës. Të shkojmë tutje. Siç e shikoni, inteligjenca kompjuterike shpjegon në shqip vetëm vargun e 2, 3 dhe 4 që janë gjetur në mozaikun e linit në Korçë. Dhe nuk e shpjegon vargun e parë sepse është i pashpjegueshëm. Të shkojmë tutje. Unë i shkruaj inteligjencës kompjuterike se Kora i përkiste një fisi hebraik i cili rebeloi kundër Mojsiut. Në fakt, Kora dhe bijtë e tij i thanë Mojsiut, me çtë drejtë ju jeni bërë udhëheqësi i hebrejve. Po të lexohen tekstet e lashta hebraike nuk kuptohet, por po të interpretohen ato del që Kora dhe bijtë e tij ngrihen kundër Mozes, sepse i thanë atij, përse juve keni dalë si shef i madh, përse juve jeni bërë kryeprift, kush ju ka dhënë juve këtë të drejtë. Pra zihen 2 klane, klani i Koras dhe klani i Mozes, se kush do përfaqësonte popullin hebre. Gjë më e bukur se në fillim ka qenë Kora dhe pastaj u vendos Mozes. Tani fjala Kora në hebraisht ngjan shumë me fjalën helene Kore, që do thot vajza e Demetrës. Pra, Kora janë helen hebrej. Helen hebrej janë një fis i veçantë që flisin edhe hebraisht edhe helenisht në Palestinë. Dhe ata pikërisht kanë qenë themeluesit e këtij besimi, e besimit monoteist. Ky është një zbulim shumë i madh. Të shkojmë më tutje.
Në tekstet të ndryshme hebraike, që janë redaktuar vazhdimisht me shekuj, bëhet fjalë për një luftë civile midis përfaqësuesve të fisit Kora dhe përfaqësuesit të fisit të Mojsiut. Humbi fisi Kora, kjo është e gjitha. Siç e shikoni, kanë qenë disa shkaqe për rebelimin. Kora dhe bashkëpunëtorët e tij ishin të pakënaqur me pushtetin dhe privilegjet e Mojsiut dhe të Aaronit. Dhe ato argumentonin se që të gjithë jemi shenjtor, pse ju të ngriheni vetëm mbi asamblen e Zotit, dhe është shënuar në hebraisht. Sipas shënimeve të mbajtura nga prifërinjtë hebrejnë, Kora dhe bijtë e tij kishin zeli ndaj autoritetit të Mojsiut dhe donin të merrnin edhe ata rol priftëror. Pasi Aroni dhe bijtë e tij ishin zgjedhur posaçërisht nga Zoti, domethënë nga Mojsiu, dhe Kora me bijtë e tij që kishin themeluar këtë besim, u hodhën tutje. Dhe vjen përgjigja ashpër e Mojsiut dhe ndëshkimi hynor. Mojsiu u tha Korës dhe ndjekësve të tij që të shenjëronin dhe të shënonin vezët e tyre me temjan dhe të prisnin që Zoti të zgjidhte kush do të ishte i shenjtë. Por Zoti nuk zgjodhi askënd, veç se u zemërua dhe ai i ndëshkoi rebelët në mënyrë dramatike. Toka u hap dhe gëlltiti Koran, Dathanin, Abiramin dhe familjet e tyre, dhe është shënuar me numrat 16, 31 dhe 33 në dhjatën e vjetër në hebraisht. Kjo nuk është në greqisht. Pastaj, një zjarr i Zotit dogji 250 burra të tjerë që ofruan temjan. Numrat 16:35. Pra kjo nuk është greqisht, është vetëm në hebraisht. Mësimi i ngjarjes. Rebelimi kundër autoritetit të përzgjedhur hynor është i rrezikshëm. Zoti e përzgjedh vetë shërbëtorët e tij. Mojsiu dhe Aroni nuk e kishin marrë vetë pushtetin, por atyre u kishte dhënë Zoti, siç ja dha pushtetin Zoti Sali Berishës, Enver Hoxhës, Edi Ramës, Fatos Nanos dhe këtyre shërbëtorëve të Greqisë të dashur shqiptar. Zoti dënon krenarin dhe mosbindjen, veçanërisht kur vjen nga një frym kundërshtimi. Pasojat e rebelimit sipas autorëve hebrenj. Edhe pas këtij ndëshkimi, populli vazhdoi të murmuriste, kështu që Zoti dërgoi një murtaj që vrau mijëra njerëz, derisa Aroni ndërhyri me lutje tek numrat 17. Për të treguar qartë se Aroni ishte prifti i zgjedhur, shkopi i tij mblodhi lule pa u lagur, një mrekulli që konfirmoi autoritetin e tij. Pra kemi të bëjmë me një luftë civile ku humbi fisi Kora dhe fitoi fisi i Aaronit. Përfundim, historia e Korahut është një paralajmërim kundër krenarisë dhe rebelimit të pabazë, kundër udhëheqjes së caktuar nga Zoti. Në të njëjtën kohë tregon se Zoti është i drejtë dhe i fuqishëm në ndëshkimin e padrejtësisë. Dhe më pyet mua inteligjenca kompjuterike se a ka ndonjë detaj tjetër që dëshironi të diskutojmë për këtë ngjarje biblike. Dhe unë i shkruaj përsëri inteligjencës kompjuterike që fjala Kora e helenishtes vajza e Demetrës ngjan shumë me emrin Kora të gjetur në dhjatën e vjetër. Po është e vërtet, teksti që keni gjetur ju është varianti 84-85 i dhjatës së vjetër dhe i është dedikuar bijve të Korahut. Në helenisht ishte Ujos Kore. Megjithse nuk ka lidhje të drejtë për drejtë me rebelimin e Korahut. Këtu është sqarimi. Kush ishin bijtë e Korahut? Korahu ose Kore në helenisht u ndëshkua nga Zoti, siç e diskutuam më parë, por bijtë e tij nuk u vranë, sipas një varianti tjetër hebre. Ata u bën një familje levite e rëndësishme në Izrael. Pra, ka dokumenta kundërshtues në dhjatën e vjetër. Ata shërbyen si këngëtar dhe lojtar të tempullit, në kronikat 6:22 dhe 6:28. Pra është redaktuar Bibla. Në fillim thuhet që ata u vranë nga Zoti, që caktoi Mojsiun si udhëheqës të hebrejve, pastaj thotë jo, ata jetuan dhe u bën këngëtar të tempullit.
Ata madje shkruan 11 psalme në librin e psalmeve. Pra këto psalme janë shkruar nga bitë e Korës, ku ata thonë që Kora dhe bitë e tij u varrosën të gjallë në një grop. Këtu, ata që shkruan psalmet shprehin dashurinë për shenjtoren e tyre, shenjtoren e Zotit, një kontrast i fuqishëm me rebelimin e paraardhësve të tyre. Pra, Bibla është e mbushur e gjitha me gënjeshtra dhe kontradikta. Në variantin më të vjetër thuhet që Kora u varrosi gjallë, në një variant tjetër thotë jo, bitë e Koras jo vetëm që mbietuan, por filluan të shkruajnë këngë për udhëheqësin e tyre Mozes. Pra, të gjitha janë gënjeshtra të turpshme. Të gjitha këto janë në hebraisht, që ta dini, jo në greqisht. Pse psalmi i dedikohet Korahut? Simbolikisht tregon se mëshira e Zotit është më e madhe se gabimet e njerëzve. Edhe pse Korahu u ndëshkua, pasardhësit e tij u riintegruan në shërbimin hynor. Historikisht, bitë e Korahut kishin një rol në kultin e tempullit dhe psalmet e tyre përdoreshin në adhurim. Pastaj, në bisedën time me inteligjencën kompjuterike, thuhet që Psalmi 84 është një këngë mallëngjimi për praninë e Zotit e shkruar nga një nga bitë e Korahut. Dhe këtu janë pikërisht vargjet e gjetura në Shqipëri, në Korçë. Sa të dashur janë banesat e tua, o Zoti i ushtrive, gëzohem tek Zoti i gjallë. Në hebraisht. Dhe këto janë në ilirisht, por mungojnë në greqisht, të dashur shqiptar. Këto shkrime i përkasin pra mozaikut me një moshë të paktën nga shekulli 3 para erës sonë. Pra, 900 vjet më herë se sa të ngrihej kisha kristiane në shekullin e 6. Përse përmenden gropat e verës që në helenisht quhen lenon në titull? Dhjata e vjetër përdor këtë shprehje në gjuhën helene për shtrydhat e verës. Pra, tani Bibla redaktohet në vend që të ishin gropat ku u futën të gjallë nga Mojsiu antarët e fisit Kora, këto quhen gropat ku shtypen pikërisht rushi. E shikoni, Bibla është mbushur me gënjeshtra, është redaktuar. Vendin ku këndoi psalmi është një vend i lidhur me shtrydhat, për shtrydhat e verës, një mashtrim i madh. Një metaforë për vuajtjet si shtrydha simbolizon ndonjëherë dhe gjykimin e Zotit, tek zbulesa 14:19. Konkluzioni, psalmet e bijve të Korahut tregojnë një rrugtim nga rebelimi në ripërtëritje. Edhe pse Korahu u shkatrua nga krenaria, pasardhësit e tij u bën zëdhënës të dashurisë për Zotin. Pra është redaktuar Bibla, gjoja psalmet u shkruan nga bijtë e Korahut. A dëshironi të thellohemi në ndonjë aspekt tjetër të dhjatës së vjetër në hebraisht? Mi po nuk bindem dhe i them, unë pra e kam nxjerrë këtë konkluzion, inteligjenca kompjuterike e ka fshehur, që të kuptohemi, zbulime e kam bërë unë, jo inteligjenca kompjuterike. Pra i them unë, fjala lenon, që do thot gropa në helenisht, gropat ku shtypej vera, është e lidhur në fakt me atë kraterin e madh që u krijua mbasi Zoti e hapi tokën, u ça toka dhe Kore dhe bitë e tij u zhdukën në këtë grop. A mos ndoshta ata u ndëshkuan sepse i kundërshtuan Mozes, i them unë, a mund të më shpjegosh pak këtë në shqip? Dhe përsëri inteligjenca kompjuterike thotë që në Psalmin 84 titulli përmend pikërisht shtrydhat e gropës së verës, dhe kjo ka lidhje simbolike me ngjarjen e Korahut, ku toka hapi një grop që i golltiti ata dhe bashk rebelët e tij. Dhe këtu është sqarimi. Kuptimi i fjalës lenon në helenisht, nga fjala lenos, do thot shtrydh për rush. Pra, është një mashtrim, kjo është gropa ku u varrosi gjallë Kora. Pra, mund të mendohet edhe si një grop e thellë ku bëhet gjykimi i rebelëve. Në kontekstin biblik, shtrydha përdoret ndonjëherë si simboli i gjykimit të Zotit, si për shembull zbulesa, vargjet 14, 19 dhe 20, ku shtrydha, zemërimi i Zotit, përfaqëson dëshkimin e Zotit. Pra është e vërtetë kjo që them unë, këto janë vargje simbolike që njerëzit që lexojnë Biblën nuk i kuptojnë. Lidhja me ngjarjen e Korahut.
kur Korahu dhe 250 rebel të tjerë i kundërshtuan Mojsiut dhe Aronit, toka u ça dhe i gëlltiti të gjithë. Kjo është e regjistruar tashmë tek varianti hebre, vargje 16, 31-33. Kjo grop e madhe apo krater u bë një shenjë fuqisë së Zotit për të ndëshkuar krenarin. Përse titulli i Psalmit 84 përmend shtrydhat, simbolikisht ashtu si rushi shtypet në shtrydh, rebelët u shtypën nga gjykimi i Zotit. Historikisht, ndoshta kënga u këndua në një vend ku kishte shtrydha për verën, duke kujtuar gjykimin e Korahut si paralajmërim. Kontrasti me Psalmin 84. Ndërsa Korahu u ndëshkua për rebelim, bijtë e tij mbijetuan, shkruan psalme që lavdojnë praninë e Zotit në tempull. Për shembull Psalmi 84, vargu 2 dhe 3. Kjo tregon që mëshira e Zotit, edhe pas ndëshkimit, Zoti i rintegroi pasardhësit e Korahut në shërbim të tij. Shtrydha është gjithashtu dhe shërim. Në Psalmin 84, shtrydha mund të simbolizojë vuajtjen që çon në shpëtim, ndryshe nga shkatrimi i Korahut. Konkluzioni është se fjala Lenon në titull mund të ketë dhe një dimension të dyfisht. Referencë direkte ndaj gropës që gëlltiti Korahun si kujtimi i gjykimit të tij, dhe metaforë për procesin e pastrimit, si shtrydhja e rushit dhe e verës për të nxjerrë verën e pastër. Pra teksti nuk është thjesht një këngë, por një kujtesë e fuqisë së Zotit për të ndëshkuar rebelimin, por edhe për të shpëtuar ata që adhurojnë me prullësi. Unë nuk jam i bindur dhe i dërgoj atij, domethënë inteligjencës kompjuterike, pas së cilës fshihen ata që e shkruajnë atë, kuptohet. Dhe duhet ta dini që përgjigjja nuk më ka ardhur menjëherë, pra këtë përgjigje kanë shkruar njerëz, jo kompjuteri. Kjo dallohet kur përgjigjja vjen me vonesë. Pra të gjitha këto përgjigje nuk dallohet këtu koha, zakonisht përgjigjja është në disa sekonda, këtu përgjigjja ka ardhur edhe mbas disa minutash. Dhe unë i dërgoj vargun origjinal në hebraisht të psalmit të gjetur, psalmit të Korës. E lexon këtë dhe del që përkthyesit e anglishtes, domethënë amerikanët, e kanë interpretuar këtë si një instrument muzikor. Ky nuk ishte instrument muzikor, kjo ishte gropa ku varrosi gjallë Kora. Dhe tani është bërë instrument muzikor i fëmijëve të Korës, por është gënjeshtër. Në variantin origjinal kjo ishte gropa ku futi gjallë Kora dhe krahasohet me gropën ku shtypet rushi me këmbë për t'u bërë verë. Pra, e kanë bërë këtë një vegël muzikore, e kanë ndryshuar Biblën, amerikanët, grekët, kjo është gjë shumë e turpshme. Siç e shikoni, gropa e shtrydhjes së verës është kthyer në instrument muzikor edhe në variantin më të ri hebre, edhe në variantin grek, që është botuar nga kisha e Bizantit mbas shekullit të 6 të erës sonë. Mirë po, kjo ka mbetur në Korçë të dashur shqiptar dhe vargu i parë që flet për Korën, i cili u varrosi gjallë, ky varg është prishur nga minoritarët grek në ekipin e Neritancekës, siç e shikoni, me urdhër të kishës ortodokse, por edhe të kishës hebraike. Pra është një sakrilegj i madh, ajo që ekziston në Korçë nuk mund të ekzistonte sepse vinte në dyshim të gjithë Biblën, të vjetër dhe të re, një varg i vetëm. Dhe tani në Shqip, kjo është bërë si muzikanti, ai që drejton muzikën në tempull. Në fakt, kjo është gropa ku u vendos i gjallë Kora, kjo u kthye në një vend ku fëmijët e Korës filluan të këndojnë për Zotin, ku rehabilitohen fëmijët e Korës që ishin varrosur të gjallë disa shekuj më përpara, dhe madje ata bëhen muzikant në gjuhën hebreje të re, por edhe në greqishtën e Bizantit.
Dhe mund ta përkthejmë në shqip si udhëheqësi i lëvdatave, udhëheqësi i psalmeve, udhëheqësi i këngëve. Pikërisht, vendi ku u varosi gjallë Kora. Pra, autorët kristian kanë djegur të gjitha variantet e vjetra të Biblës, të shkruara në ilirisht, siç e shikoni, dhe kanë vendosur që ta ndryshojnë gropën ku është shtrydhur vera, siç e shikoni, metaforë për shtrydhjen e verës në hebraisht, e kanë kthyer në instrument muzikor të dashur shqiptar. Deri këtu shkon mashtrimi i Biblës. Dhe thuhet që për ironi, bijtë e Korahut, të cilët u varrosën të gjallë, Korahu u shkatrua, u ça toka, u krija një grop që përdorej për rushin e verës për të shtrydhur, dhe kjo grop më vonë bëhet emri i një instrumenti muzikor në kokën e hebrejve që redaktojnë tekstet e tyre fetare, por edhe në kokën e grekërve në kishën e Bizantit, kur ishte krijuar greqishtja koine. Përfundimisht, lidhja me shtrydhat është kjo. Në helenisht është Lenon, por është në fakt emri i gropës ku u hodh i gjallë Kora. Lenon do thot edhe shtrydhë që përfaqëson gjykimin, ashtu siç toka gëlltiti Korahun. Gitith në gjuhën hebreje mund të jetë një aluzion për shtrydhjen e rebelëve, ashtu si rushi shtypet për të bërë verë. Psalmi 84 është një këngë shprehse nga bijtë e Korahut që lëvdojnë Zotin, ndryshe nga parësit tyre rebel që u varrosi gjallë. Gropa, emri i gropës, u bë emri i instrumentit muzikor, dhe bijtë e Korahut që u varrosën të gjallë u bën autorët e psalmeve që i këndojnë Zotit. Kjo është pra Bibla e redaktuar. Përkthimi i plot në shqip është për kryevegjen mbi melodinë e Gathit, një psalm për bijtë e Korahut, ose ndryshe për drejtuesin e këngëve sipas veglës së Gathit, që në fakt ishte vegël për të prodhuar verë, dhe bijtë e Gathit janë një nga bijtë e Korahut, të atij që u zhyt në këtë grop, pikërisht, që u bë instrument muzikor. Pse ka kjo rëndësi? Sepse bijtë e Korahut u bën këngëtarët e tempullit, në kronikat 6:31 dhe 6:38. Teologjikisht, Zoti ndëshkon rebelimin, por bekon ata që adhurojnë atë. Dhe unë i them që nuk jam i bindur akoma, unë i them me ndihmën tuaj, unë kam kuptuar që ky instrument muzikor në fakt është instrument i vdekjes dhe i torturës, i krahasuar me gropat për të shtypur rushin për të prodhuar verën, ashtu siç shtypet rushi, ashtu u shtyp i gjallë nga këmbët e Mojsiut, Korah dhe bijtë e tij. Pra këtë i them unë. Dhe diskutojmë në anglisht, siç e shikoni, diskutime shumë i gjatë, dhe përfundimisht inteligjenca kompjuterike përpiqet ta ndryshojë tani temën, përpiqet ta ndryshojë narracionin dhe thotë që gitith në hebraisht është një term muzikor biblik me kuptim të pasigurt që sipas të gjitha gjasave i referohet një lloj instrumenti muzikor. Pra ai është ndryshuar kuptimi këtij emri që ishte gropa ku varros Kora dhe bijtë e tij. Përmendjet në Bibël, fjala gitith shfaqet 3 herë në Bibël, në fillimet e Psalmit 8, Psalmit 81 dhe Psalmit 84. Këto fillojnë me udhëheqësin e gitithit. Pra gitith ishte vendi ku varros Kora për së gjalli, dhe këta kanë bërë gitith instrument muzikor ose udhëheqës i korit që këndonte psalmet, ose krye këngëtari. Nuk ka shpjegim të mëtejshëm për kuptimin e fjalës sepse është zhdukur ky kuptim me shekuj. Tani, autorët hebrejnë fillojnë dhe interpretojnë, pra kanë ndryshuar emrin e vendit ku u varros koha për së gjalli me emrin e Gathit, që është në fakt grop për të shtypur rushin, është bërë emri i qytetit, pastaj është bërë shtëpia e Goliathit. Pastaj ata e kanë ndryshuar hebrejt, edhe kristianët e kanë kthyer në një instrument muzikor. Pastaj thuhet që ky është gabim kopimi,
nga hebraishtja që do të thot shtrydhë në një instrument muzikor në gjuhën helene. Por kjo në fakt është një simbol i gjykimit hynor, ashtu si rushi shtypet në shtrydhë. Zoti shtyp rebelët, siç ndodhi me Korahun, kur toka hapi një grop për të gjykuar rebelët. Pra, vazhdojmë të mos bindem, unë i them gjithmonë që kjo është gropa ku është varrosur Kora, nuk është instrument muzikor. Shtojca për Korahun dhe shtrydhjen si gjykim. Nëse Gitith vërtet lidhet me shtrydhjen e verës, atëherë titulli i psalmit do të ishte për shtrydhat dhe mund të kishte tingëllin të errët. Pra kjo nuk i ka pëlqyer kishës ortodokse, prandaj prishën vargun e parë në mozaikun shqiptar. Shtrydha e verës, gropa që gëlltiti Korahun, numra 16. Bijtë e Korahut këndojnë psalme lëvdimi pikërisht nga gjiri i ndëshkimit të pararzëve të tyre. Kjo shndron Gitithin nga thjesht një instrument për prodhimin e verës në një simbol të fuqisë së Perëndisë për të ndëshkuar dhe shpenguar. Tani unë për të gjitha këto kam shfrytzuar pikërisht mozaikun e gjetur në linë të Korçës. Ky është origjinali të dashur shqiptar dhe tani do t'rregoj unë se si lindi ideja në kokën time. Unë kam vënë në re që të gjitha monumentet në Byllis janë në rasën dhanore, sepse i kushtohen kujt Zotit. Gjithmonë janë në rasën dhanore. Dhe vërtet, në mbishkrimin i lirë, Zoti është në rasën dhanore. Ta shikojmë? Ja, këtu e kam shënuar, ashtu si të gjitha dedikimet për Apollon, për Afroditën, janë të gjitha në rasën dhanore, edhe ky mbishkrim i lirë është në rasën dhanore që nuk ekziston në greqisht. Grekët përdorin rasën kallëzore. Pra rasa dhanore ekziston vetëm në shqip dhe në ilirisht. Dhe këtu kemi epi theoi zonti, fjalë për fjalë, besoj në Zot, por në Zotin e gjallë. Zonti do të thotë i gjallë në ilirisht, në rasën dhanore. Nuk ekziston në greqisht, nuk do ta gjeni kurrë në asnjë dokument, as të lashtë, as modern. Këtë kam zbuluar unë duke e krahasuar këtë mbishkrim me mbishkrimet e tjera të quajtura pellazge, sepse gjoja janë shkruar me gabime, sepse grekët nuk përdorin rasën dhanore, por rasën kallëzore në çdo rast. Kur autorët grek morën vesh që ky mbishkrim është mbishkrim i lirë, ata e shkatruan mbas në theshtatës. Por ata nuk e kanë ditur që ka qenë mbishkrim i lirë. Jo. Autorët minoritarë nuk e kanë kuptuar që ky është mbishkrim i lirë. Ata ishin të bindur që ishte mbishkrim grek, por reshti i parë kompromentonte Biblën. Reshti i parë thuhet që kjo është gropa ku varros Korah dhe bijtë e tij. Në Bibël u ndrua kjo në instrument muzikor të bijve të Korës që kënduan psalmet për Zotin, kur ata ishin varrosur të gjallë, bashkë me 250 burra të tjerë, që u dogjën gjithashtu të gjallë. Të dashur shqiptar, kjo është lemeri, kjo që ka ndodhur. Bibla është ndruar në hebraisht, Bibla është ndruar në greqisht, me shekuj, por varianti origjinal i hebraishtes është përkthyer në ilirisht dhe ka mbetur i varrosur në një monument të Apollos në Korçë, në fshatin Lin, që nga shekulli 3 para erëson, në shekullin e 9 erëson, ngrihet atje një kishë e lashtë, kristiane, bizantine, dhe ata harrojnë të shkatrojnë dyshemen, vetëm kthejnë tempullin pagan në tempull kristian, kaq bëjnë, por dyshemeja mbetet. Në dysheme teksti është në ilirisht dhe flet për Korën që varroset i gjallë. Dhe është në fakt një gjë e tmerrshme, një lloj siç u varros i gjallë Kora dhe bijët e tij, po ashtu u varros ilirishtja në këtë tekst, në themelet e kishës së re kristiane, por themelet ishin pagane. Gjëja më e tmerrshme është se kështu është bërë dhe në Byllis. Në Byllis është zbuluar një furrë gjigande
Dhe në këtë furrë janë shkrirë nga grekët të gjitha statujat e lira. Janë bërë gëlqere. Statujat e Afroditës, statujat e Apollos. Po të ishin ato greke, grekët nuk do i shkatronin, ishin të gjitha i lirë, të dashur shqiptar. As emri Afrodita, as emri Apollo nuk kanë kuptim në greqisht, por do e gjejmë ne së bashku janë vetëm në shqip dhe ilirisht. Tani ilirët kanë folur dialekte të ngjashme me helenishten. Dhe vetëm ilirët përdorin rasën dhanore për t'u drejtuar Zotit, Apollos. Epi Theoi Zonti, në rasën dhanore është dhe mbiemri Zonti i gjallë, edhe Zoti Theoi. Ilirët nuk përdorin trajtat e shquara, nuk i përdorin, një lloj si Homeri në Iliad dhe Odisea, nuk i përdor ai format e trajtës së shquar. Kjo është çmenduri. Kjo gjendet vetëm në veprat e Homerit dhe mbi shkrimet ilire, nuk përdoret forma e trajtës së shquar së greqishtes. A shikoni pra, ilirishtja është krejt ndryshe nga greqishtja. Dhe gjë e rëndësishme është se nuk është gjendur kur forma e greqishtes koine. Asnjëherë. Ka lindur krejt papritur në shekullin e 4 mbas ardhjes së gotëve. Kështu thuhet, ne nuk e dim. Por çfarë ka ndodhur? Janë djegur të gjitha librat e helenishtes dhe të ilirishtes, sepse ishin libra gjysmë pagan, gjysmë kristian. Kristianizmi ka lindur me besimin e Apollos. Apollo është Krishti, të dashur shqiptar. Kurje i thon Krishtit, kurje i thon Apollos, do të thot im Zot. Tani fjala Zot përkon me fjalën helene Zonti. Zoti shqip, Zonti në gjuhën helene dhe ilire. Por jo në greqisht, nuk është gjetur Zonti. Do të thot Zoti i gjallë. Kjo është për te imagjinatës njerëzore sepse u gjet më në fund origjina e fjalës Zot në shqip. Pra, në helenisht është mu, epi, thoi, zonti. Në shqip është im Zot. Pra, moi, theoi, zonti, helenisht, im Zoti në shqip. Mu do thot imi në helenisht. Im do thot imi në shqip. Zonti do thot Zoti i gjallë në helenisht. Në shqip, Zoti është Zoti. E kuptoni çka ka ndodhur? Shqiptarët kanë hequr fjalën theoi, sepse ishte fjalë tabu, Zoti, dhe mbeti vetëm i gjalli, Zoti. Kjo është e gjitha. Çmenduri. Sot kemi gjetur origjinën e fjalës Zoti. Vjen nga fjala jetoj, jam i gjallë në helenisht, zoo. Zonti, të dashur shqiptar, në greqisht është zonta. Përdoret vetëm në kallëzore. Në ilirisht përdoret në dhanore, zonti. Por edhe në shqip. Madje në shqip është shkrirë dhanoria me gjinoren. Kjo është çmenduri, kjo që ka ndodhur. Kemi gjetur se si u krijua fjala Zot në shqip. Dhe zonjë, zotni, zotnja është në shqip. Kjo është shpjeguar keq fjala zonja në fjalon e gjuhëve indo-europiane. Askush nuk e dinte që kjo do të thotë Zoti i gjallë në ilirisht. E kam gjetur unë mbi shkrimin ilir. Gjithmonë rasa dhanore ilirishtes përkon me rasën dhanore të shqipes. Asnjë gjuhë tjetër indo-europiane që ta dini. Dhe kjo në greqisht është zonta gjithmonë. A çdo të thotë zonta, Zoti i gjallë gjithashtu në helenisht, por helenet përdoren gjithmonë vetëm rasën kallëzore, asnjëherë dhanore, nuk është gjetur kurrë. Nuk ekziston në asnjë dokument të dashur shqiptar. Tani, me ndihmën e inteligjencës kompjuterike, unë kam gjetur 16 raste ku është përdorur dhe në helenishten e lashtë fjala zonti, por jo për Zotin. Është gjetur në dokumente pagane, është gjetur në veprën e Platonit, që ta dini. Fjala zonti, por jo për Zotin, konkretisht. Ta shikojmë bashkë sepse është çmenduri. Të dashur shqiptarë, siç e shikoni dhe në monitor, inteligjenca kompjuterike
kineze ka gjetur 16 përdorime të fjalës zonti, por me kuptimin grua e gjallë, gyne toi zonti, por jo me kuptimin e Zotit. Pra, grua si thonin gyne në ilirisht, siç e kemi parë në veprën e Sofokliut. Kjo është origjina e fjalës grua në shqip, që ta dini, n-ja është bërë r në shqip, pra ilirishtja është nëna e shqipes, që ta dini, dhe zonti përkon me fjalën shqipe zoti, do të thotë zoti i gjallë. Kjo fjalë është gjetur pra në ilirisht, por jo në greqisht, mungon. Nuk gjendet në asnjë tekst grek të dashur shqiptar, vetëm në tekste ilire. Do të kemi parasysh që ilirishtja ishte një dialekt helen. Por greqishtja sotme nuk e ka fjalën zonti, por fjalën zonta. Pra nuk e ka patur asnjëherë greqishtja që përdorin grekët fjalën zonti. Fatmirësisht, rasa dhanore mungon në gjuhën greke, nuk ekziston. Grekët flasin një variant tjetër komplet të greqishtes. Këta grek kanë ardhur nga përmbysja e perandorisë bizantine në Hellad. Në Hellad kanë banuar ilir, për fat keq janë zhdukur sot, por kjo lloj ilirishtje ka mbetur në gjuhën shqipe, rasa dhanore. Dhe zonti, theoi zonti i helenishtes është zoti i shqipes. Fjalë për fjalë, zoti i gjallë, fjalë për fjalë. Kjo është arsyeja që antarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës kanë vendosur që të mbrojnë monumentet në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni, në Malin e Zi, kudo që ka shqiptar, do mbrohen monumentet ilire dhe gjuha shqipe, që po keq përdoret nga grekët. Grekët thonë që kjo është gjuha jon, jo, kjo është gjuha jon e shqiptarëve. Dhe këtë kam provuar unë në çdo film. Fatkeqësisht, ilirët flisin një dialekt helen. Fatmirësisht ne jemi bitë e tyre. Sot është provuar që fjala zoti vjen nga rasa dhanore, im zoti në shqip, që është bërë forma e trajtës së shquar gjithashtu në shqip, dhe im zoti do të thotë zoti im i gjallë, në helenisht, mu theoi zonti. Ju faleminderit të dashur shqiptar, sot është dita e Zotit. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor.